Jemi rikthyer. O Krisa, thash e the e tham, thash e theme kemi thënë, thash e the e tham, thash e theme s'duhen thënë, është një fjalë shpejt që ne bënim dikur në akademi. Për ato do flasim tani. Hera e fundit që kërkove në Google Krisa dhe Tiri. Për çfarë të dolje? Në Google jo, TikTok kam kërkuar, duke qenë se kur hedh në një video më dalin ca, është një lloj searchi që është aty. Krisa dhe Tiri. Tek videot, këtë lloj searchi është idiote, por kërkoj dhe më dalin videot tona në Big, videot po të mia që mund t'i bëjnë share portale, faqe të tjera, këto domethënë. Nuk është se kërkon ndonjë gjë tjetër. Në Google jo, nuk kam kërkuar, me thënë drejtën. Kam kërkuar në ChatGPT, po dhe na kanë nxjerr informacione për të dy. Të sakt? Ka qenë deri diku i sakt, po informacione bazike janë, pra profesioni, ku është pjesëmarrëse, çfarë ka bërë, ç'ka bërë, po. Okej. Në Shqipëri thonë në çift njëri është frenimi, tjetri është gazi. Tek ju kush është gazi e kush është frenimi? Ti je gazi. Gazi dihet. Po s'më frenoi Tiri, më mora për kot. Kjo ishte Krisa. Ky ishte Charles Leclerc. Mbamën atë djalë të vogël që shef Leclerc kur Monaco dhe mbytet i shketi. Ju ka ndodhur ndonjëherë qeshni me ndonjë lajm apo thashë them për ju që është aq absurd sa që thotë ore kush i shpi këto gjëra? Po, kam qeshur me lot. Ç'a kanë thënë? Ka qenë një gjë në YouTube, mos gaboj, me një lajm rreth Loredanës, pra që Tiri ka pasur një marrëdhënie disa vjeçare me Loredanën, ndërkohë po mbante marrëdhënien time me mua, më them paralel me mua, një gjë e luat me dy porta Tiri. Tiri. Dhe kemi qesh me lot kur kemi parë atë, ishin ca komente që njerëzit realisht e besonin këtë gjë dhe po e shanin Tirin, domethënë. Çfarë ka qenë ky? Po. Çesha i shkret. Po ajo ishte komplet video e AI dhe zëri ishte e bërë me AI. Ishte në YouTube. Kishte qeshe, pastaj bëre serioze dhe the, ore, me vërtetë. Më duhet mos gaboj, kam hedhur në YouTube, po Krista, në Instagram dhe kemi bërë një lloj komenti me Tirin aty, nuk e di që një lloj ironie, po, por që jo. Thashë themi më i çuditshëm që keni dëgjuar për veten, por që ju ka mërzitur në këtë rast. Nuk e keni marrë më si shaka. Thashë them, ose një lajm, një shkrim, një foto, se di. Po, fakti që her pas here më mërzit që njerëzit mendojnë që realisht jam shumë e egër me Tirin, ose i bëj dorë. Ajo është Angelo, po. Gjë që nuk është e vërtet. Unë qa shoh flas. Njerëzit ata që kanë parë vetëm momentet e mia shpërthyese në Big, kujtojnë se unë jam 24/7 ashtu, gjë që nuk jam. Përkundrazi unë Tirit i shpreh shumë dashuri dhe ai e di shumë mirë këtë gjë. Ata se dinë, prandaj s'ka ardhur sot. Madje. Ashtu, bravo Vini. Madje në fillim ka qenë Tiri, tani jam unë ajo që e bëj. Domethënë, është me faza. Por kjo herë pas here më ndikon se më vjen keq dhe realisht them mirë. Njerëzit s'mund të jenë kaq naiv, se s'dua të përdor një fjalë tjetër. Po, më çoj mesazh Tiri. Të përshëndes me atë këngë. Ajo më mbyti. Sa shumë e desha mikri. Aty respekt Tiri. Përshëndes. Nëse kjo pak a shumë ka qenë, ose këto komentet edhe jap edhe 3 muaj kohë dhe 6 muaj kohë do jem bashkë. Unë ndërkohë me Tirin kam 2 vjet. Bukur shumë shkofshi sa të dofshi. Faleminderit. E të gëzofshi. Edhe ju çuna se di që jeni të lumtur. Faleminderit. Shumë bukur, nuk sa që jeni të lidhur, të fejuar, po të martuar, po jeni të lumtur. Po s'ka nevojë, vetëm ngrini duart ju të dy dhe kupton. Ja, duhet lastra, apullore. Policia shtetit da fal. Po, pse mu shejtani, vino. Çike këto që është Shka do të vini? Ka direkt këto audiot. O Krisa, 26 vite që bërë. O Krisa, a ka ndonjë lajm që keni dashur ta shpërndani vetëm për të parë se çfarë reagim do kishte? Po, e keni çuar ndonjë kolegu? Kam dashur thjesht ta bëjmë një të shtiremi sikur jemi ndarë, çofim çfarë do bëhet. A do i vi keqërob? Ja, më bindur që një pjesë të madhe mbase po. Nuk e di pse njerëzit ju shohin të ndarë. I kanë qef dramat shumë. Po pra, çajo që më theti mua sa gjëno vlla. Me ma qove dhe më the sa gjëno vlla që ishte Krisa dhe Tiri ndajnë, më the. Po pra, merdi Mato emojit shumë e lot, po. E mban mend. Që ky Tiri prapë shkruajti mesazh. Angelo tani të përshëndes me Blero fotografia thotë. Nuk të lutem. Apo se do shpesh ai të këngë. Po më shkruan Tiri me vërtetë, s'do të besosh ti. Mirë, do flas pastaj me Tirin. Okej. Lajmi që ju prisni të shpërndahej nëpër portale, por që nuk I intereson njeriu. Domethënë ishte në një moment që doli diçka e thoni, tani u bën viral, tani e mor
prit ju kaloi ditë, kalu 2, kalu 3. Se vuri ujin zjarr njëri. Jo, dëgjoj, as nuk e mendoj këtë gjë, pra unë dhe tjerë kemi një projekt diçka bashkë, nuk e mendoj që ta marrin portalet, okay. Portalet kanë marrë dhe gjëra që mund mos kenë që fare diçka për të komentuar apo të bërë thjesht një foton timen apo të tjerit. Thjesht duke qenë se jemi personazhe tashmë të edicionit Patjetër. të 4 të Bigut, mendoj që të gjithë ne komentojmë për diçka. Pra ne jemi pak a shumë të momenti derisa të fillojë edicioni tjetër. Okej, sa do bëj edhe ti atë që bëri Sabiani të futesh për herë të dytë. Përshëndesim Sabianin, se e kemi nga Fieri. Dgjoj, me këto rikthimet e dyta nuk është se kanë qenë shumë të mira, me të drejtën. Çka kanë parë nga të tjerë? Vetëm ne rikthehemi tamam, jemi rikthyer edhe vazhdojmë. Jo, mendoj që ja ka marrë më të mirën dhe mbase thjesht për nostalgji, për të qëndruar disa ditë për qef. Po kaq. Kështu sa për qef, ë? Jo, por të rikthyer prap nuk e besoj. Okej, a hyni i lexoni komentet që shkruan për ju? Unë i lexoj dhe një herë i kthehem dhe qesh me lot kur i kthehem. Më thënë i kthehem ironi, njerëzit kujtojnë se unë prekem. Tiri më thot pse i kthesh, mos i jep vëmendje. Unë se kam shumë. Frenoj i shkreti, po ke vetëm gaz. Po. Unë sepse unë ja kthej që më me ironi ose kur shoh ndonjë koment që realisht më irriton në sensin që okay, kush ta kërkoj mendimin për këtë gjë, thjesht mos më komento dhe vazhdoj them, kaq. Por shumë shpesh këto që mund të jenë më negative, nuk i dua fare, i heq, vetëm për faktin se nuk dua fare ti kem aty, kaq. Okej, bukur. Jepi Juli goditjen në fundit. Zgjoheni në mëngjes. Me hapshin tënd. Po. Era sënde po më çmend. Zgjoheni në mëngjes, hapni telefonin dhe shihni një thashë them për veten apo për ju si çift. Kush për ju është filtri i marrëdhënies që thot lëri portalet pa të pim një kafe të hapim syt një herë? Tiri. Tiri. Se unë vdes ta komentoj. Kafe i shkreti. Unë mbaroj ta komentoj çik. Edhe thot sa e zjat, thot më po çau bugati. Shkruajti Tiri. Ka punë kjo shkall. Shkruajti Tiri. Angelo të përshëndes me këngën e Albaz Skënderajt, më jep një kafe të lutem. Tokyo Express. Unë ta bëj me kam profesion më vlla, do e komentoj se jam gazetar. Okej, sa dhe në fund një lajm që ju e keni dëgjuar dhe do doni që të ishte vërtet i vërtet. Krisa fitoi 1 milion euro për shkak. Po. Hajde! Krisa, kemi ne dansëm? Po. Momentin jo, nuk kemi. Kemi dansëm, po, më se i nxjerr dans ma lekë veta. Krisa. Kështu thoni ju? Krisa, po nxjerrëm, pse s'e ke vënë? Po e pres. Presim unë. Mesazh Jonas Media man ka shkon Sinan Hoxha. Se ti e më e vetë. Ka shkon 90.000 lekë grami Floriri të tjerë, jo se ti. I kemi marrë gjëra shumë shtruar, jemi shumë mirë me njëri tjetrin, besoj se kaluam një katapult shumë fort. Rëndësishme është që rap në këmbë. Dhe po. Ndonjëherë këto rrezimet janë të frikshme. Pra, Krisa mund të edhe e kishim marrë parasysh mbase edhe krizën që mund shkaktonte, shqyr zoti nuk ndodhi. Dhe tani e kemi marrë qet. Pra Krisa ju e kaluat lumin dhe e mbajtët kalin. Po, kjo ka rëndësi. Shumë e bukur. Koha jote mbaroi. Shumë e bukur. Kemi Krisa, të falenderojmë shumë që zgjodhe që mbrëmjen tënde me gjithë trafikun ta kaloje këtu me ne. Të urojmë shumë suksese. Patjetër që është kënaqësi. Prandaj të morëm. Patjetër. Krisa, të falenderojmë shumë, bëj shumë falatir, ti urojmë shumë suksese. Të falek. Krisa. O vini do lekë tani. Jo, ky nuk është Tiri, po ne kemi bërë një lloj kontrate këtu që kur marrim të ftuarit, ata duhet të thonë llafe të mira, se në bazë llafeve të tyre të mira ne marrim përqindje bonus të rroga. Ja, o derdhë në moment. Nuk e di Top Albania Radio, po keni marrë çunat më të mirë që ekzistojnë. Okej, ishte. Jani dhe Angelo janë çunat me një kimi që nuk keni për t'i pasur në asnjë vend tjetër. Bravo. Tani të filloj dansma. Tani e ham kaposhin për çfarë? Realisht çuna unë vlerësoj shumë, ju kam shumë xhan, unë kam qenë edhe më parë në emisionin që keni qenë. Po. Dikur. Edhe një kohë atëherë ku ishim në një ditë. Dhe që atëherë më keni dhënë shumë energji të mirë dhe realisht ju uroj shumë suksese se meritoni shumë. Gjithashtu dhe faleminderit. Dhe të fal Atirit. Të fal. Ikim, rikthehemi sërish në pjesën e dytë, se me kë, atë e thot Juli.